Mirëmëngjes të nderuar shikuesa e CNN, në fakt vijon me diell gjatë ditës së sotme, si kundër edhe termometri do vijojë të rritet jo vetëm në orët e mëngjesit, por kryesisht në orët e mesditës. Presim vlera maksimale mjaft të larta në të gjithë territorin shqiptar. Një maksimum prej 33 gradësh në disa nga qytetet në zona qendrore dhe në jug të territorit shqiptar, edhe në zonat malore mjaft nxehtë mesdite e sotme, ndërsa mëngjesi qëndron në vlerën më të ulët rreth 8 gradë në zonat e thella malore, kryesisht në veri lindje me 8 gradë, ndërsa mjaft nxehtë pjesa tjetër. Për sa i përket vranësirave, bën të dukshme në pjesën e dytë të ditës, kryesisht në skajin veri lindor, ku do të kemi prezencë të momenteve të shkurtra me pika shiu. Era do të jetë lehtë me drejtim jugor gjatë gjithë ditës së sotme. Konkretisht gjatë natës, por edhe orët e paraditës së sotme. Paraqitem në fillime thuajse në të gjithë territorin shqiptar, ndërkohë kemi duke ju afruar mesditës shfaqje të vranësirave të lehta dhe kalimtare, kryesisht në skaj verior dhe në veri lindje. Pjesa tjetër do të jetë me diell. Termometri sot në mëngjes ka shënuar një rritje të lehtë, kemi rreth 8 gradë në zonat e thella në veri të vendit, ndërsa si kundër e tham në zonat perëndimore termometri luhatet nga 12 në brendësi të territorit deri në 16 gradë Celsius në vijën bregdetare. Mesdita dhe pjesa e dytë e ditës sjellin shtim të vranësirave, vranësirat sërish do të jenë kalimtare në pjesën më të madhe të Shqipërisë, më të qëndrueshme vranësirat dhe më të dukshme do të jenë në veri dhe zonat lindore, ndërsa shumë të pakta dhe kalimtare do të jenë në qendër. Momentet shkurtra me pika shiu do të kemi kryesisht në skajin verior dhe në veri lindje, ku mund të citojmë një pjesë e Baramsurit, Hasit dhe Kuksi, por bëhet fjalë për momentet shkurtra me pika shiu dhe jo reshje të matshme. Pjesa tjetër vijon e kthjellët. Termometri në mesditë do të vijojë të rritet edhe gjatë ditës së sotme, ashtu si kundër do të ndodh për disa ditë me radhë. Do të kemi një maksimum i cili ngjitet dhe në zonat malore në 28 apo mbi 28 gradë Celsius në mesditën e sotme. E njëjta rritje pritet të pasqyrohet dhe në pjesën tjetër të Shqipërisë. Kemi në zonat bregdetare rreth 29-30 gradë Celsius, ndërsa më në brendësi të territorit, përfshirë dhe veri perëndimi, në fakt një pjesë e mirë të brendësisë së Shkodrës do të shënojë termometri maksimal 32 deri në mbi 33 gradë Celsius. Ky është informacioni i parë për motin sot në territorin shqiptar, dhe jemi sërish së bashku pas gati 30 minutash të shohemi sa ngjitet termometri maksimal në rajonin e Ballkanit dhe mos harroni rreth orës 8. Kemi tendencat pezitore. A do të shënoj 38 maksimumi kësaj jave dhe cilë nga ditët rreth orës 8 së bashku.